Të dashur shqiptar, sot ne do të pim kafe me kos, se s'e ka pirë njëri deri më sot, për arsyen sepse sot u kam zbuluar krejt rastësisht që ilirët nuk janë shqiptar dhe shqiptarët nuk janë ilirë. Kjo për arsyen sepse unë jam një poet. Jam një shkrimtar dhe kur kam qenë në Tiranë i vogël, kam bërë një tregim për një pemë e cila u përmbys dhe gjethet e saj filluan të lulëzojnë në tokë, ndërsa rënjët mbetën në ajër, u degëzuan në rënjët por nuk nxorën lule, dhe të gjithë mendonin që kjo ishte një pemë e trishtuar, pemë e vetmuar. Tani ky tregim është grisur, ka mbaruar i djegur në sobë, sepse ishte një tregim që duke i kundër regjimit komunist, nuk është e vërtet. Ky është thjesht një tregim, një fantazi. Çfarë do të ndodhi me pemën po ta kthesh përmbys dhe të degëzohen rënjët, ndërsa gjethet të lulëzojnë në tokë, në ferr. Nuk ka lidhje fare me regjimin komunist, unë nuk po ankohej askush kundër regjimit komunist, mirë po çdo gjë që ishte me fantazi e bukur, poetike, në regjimin komunist duhet të grisej, duhet të digjej publikisht. Të gjithë ta mësonin që ky ishte një tregim i rrezikshëm. Kjo është thjesht fantazi. Nga ta dje unë që ilirët e kanë përdorur këtë fantazi. Ilirët në Thesali, të ashtu quajtur Pellazg, ndërtojnë një qytet që quhet Riza, Rënja. Dhe në Dalmaci, ilirët, Pellazgët, ndërtojnë një qytet që quhet Rizon, rënjët në numrin shumës. Çdo thot kjo? Kjo është Koine Ilire Helene. Këtu unë mësova duke parë monedat e Shkodrës, Koinon Labiatan, Koinea e Labiatëve dhe Koinon Skodrinon, Koinea e Shkodranëve. Pra, ilirët flisin helenisht dhe ky është emër në numrin shumës gjinore, sepse fjala Koinon bashkësitë është gjithashtu në numrin shumës gjinore gjithmonë. Dhe tani, përse quhet Rizon? Për shkak të lumit Rizus. Lumi Rizus ka kuptimin degëzim i lumit. Dhe ilirët mendonin ashtu siç unë mendoja në Tiranë. Kur bëra tregimin për pemën e rënjëve që degëzohen, në gjuhën ilire nuk thuhet degëzim i lumit, thuhet rënjëzim. Dhe kjo është arsye që edhe gjiri quhet Kolpos Rizon, gjiri i rënjëve, në fakt është delta e lumit që vjen aty. Dhe autorët grek nuk e din këtë gjë, që ilirët mendojnë helenisht. Kjo është zbuluar nga unë sot, ndërsa po pija kafe me kos, një eksperiment që vendosa të bëj. Pra, unë eksperimentoj me ushqimet, me pijet e ndryshme, edhe ato alkolike, dhe eksperimentoj me mendimet. Jam një poet, jam një shkrimtar, dhe nuk e harxoj kohën për të bërë vjersha dhe poezi, por unë po zbuloj poezitë e ilirëve, mitet e ilirëve që flisin helenisht. Dhe Rizon është numri shumës i fjalës Riza, rënj, për shkak të përojit lumit. Dhe tani grinden helenët me njëri tjetrin, sepse një lloj si Butrinti që ka qenë ishull dhe është bërë tokë, edhe gjiri Rizonit ka qenë shumë më i thellë në të kaluarën, dhe autorë të ndryshëm helenë në periudha të ndryshme historike diskutojnë ku ishte ky lumi Rizon që është zhdukur, ky lumi Riza, Rizeus, që do thot degëzim. Por ka mbetur në literaturën e lashtë helene, tek autorët më të vjetër që bëjnë fjalë për këtë lum në formë përoj, që degëzoi, që bën një lloj delte. Pra delta quhet Rizon, rënjët. Kjo është çmenduri, delta e lumit. Por në ilirisht. A nuk është kjo madhështore? Edhe gjiri quhet gjiri Rizon, Kolpos Rizon, në numrin shumës gjinore. Tani kjo kuptohet vetëm kur lexon Stefanosin e Bizantit të plot.
E do e kuptoni dhe ju se si e bëra këtë zbulim. Është zbulim madhështor. Po që mund ta bëj vetëm një poet i cili shkruan tregime të realizmit magjik, i cili kur ishte i vogël, një djalë i vogël, vizatonte, pikturonte dhe shkruante poezi, shkruante tregime të djegura tashmë, dhe një nga këto tregime ka qenë pikërisht pema e përmbysur me degët që nuk lëshonin dot gjethe, ndërsa gjethet lulëzonin në tokë. Ky është tregimi im. Dhe sot do ta shikojmë që këtë tregim e kanë bërë para meje ilirët, gjyshurit e mi ndoshta, 2800 vjet para erës sonë. Këtë tregim të bukur kanë bërë ilirët. E kanë kthyer në poezi, e kanë kthyer në toponim, dhe këtë kanë bërë në Thesali, këtë kanë bërë në Kret, ilirët helen, dhe këtë kanë bërë në Dalmaci. Pra ilirët ishin helen, e pa diskutueshme. Tashmë nuk diskutohet më. Ja ta shikojmë bashk. Të dashur shqiptar, këtë zbulim nuk mund ta bënte një njeri i zakonshëm. Këtë zbulim mund ta bënte vetëm një poet, dhe është një lloj sikur të fitosh llotarin, sepse mua më ka lindur në kokë e njëjta metaforë që u ka lindur në kokë gjyshrëve tan ilir 2800 vjet para erës sonë. Dhe tani ta shikojmë se si ka ndodhur kjo metaforë. Kemi qytetin Rizon, qytet i lirë, i cili sot e kësaj dite quhet Risan, në malin e Zi. Dhe qytetarët quheshin Rizonites, pra ky ishte dialekti i Atikës. Kështu banorët e Atikës e krijojnë numrin shumës. Kemi lumin Rizus, i cili është regjistruar ky lum në Dalmaci, pranë qytetit Rizon. Ka kuptimin degëzim i lumit që poetët ilir e kthyen në rënjëzim, atë që them unë për pemën e përmbysur. Ky është qyteti pellazgëve ilir në Thesali, aty janë gjetur pellazgët. Kryeqyteti i tyre ka qenë Skotousa, nga fjala Skotos, që do të thotë errësirë. Pra pellazgët flisnin një dialekt ilir helen që grekët se kuptonin. Po ashtu është gjetur Rizis, që ishte një kep i bukur, një degëzim gjithashtu i shkëmbinjve, tek banorët që quheshin Troglodit. Troglodit është një sharje shumë e rëndë e grekërve për ilirët, do të thotë fjalë për fjalë shpellar. Ju betohem. Ata i quanin ilirët njerëz të shpellave. Kjo për arsye se ilirët shkrimet e shenjta i bënin në shpella që të mos prisheshin, dhe këtë e dim nga mesapët. Të gjitha mbishkrimet mesape janë gjetur të paprekura nëpër shpella, kështu i bënin mbishkrimet njerëzit e lashtë, janë gjetur shpella të ngjashme në Izrael, dhe mbishkrimet hebreje janë gjetur atje të paprekura, edhe sot të kësaj dite nëpër mure. Pra, fakti që ata quhen shpellar nuk është gjë e keqe, është gjë e mirë. Ishin njerëz të besimit pagan, i cili ishte po aq i fuqishëm sa dhe besimi kristian. Pra njerëzit gjithmonë kanë besuar në Zot, dhe sidomos ilirët ishin shumë besimtar. Kemi pikërisht qytetin Rizenia të gjetur në Kret. Pra nga fjala Riza, rënj. Po ashtu vjen nga burimi i ujit, është degëzimi i ujit. Pra ishte metafore për hapur tek helenët dhe tek ilirët. Kemi dhe qytetin pra Rizenia të Kretës. Tani inteligjenca kompjuterike e kuptoi çfarë po kërkoja unë dhe thot: tani unë po të bëj përmbledhjen e të gjitha kërkimeve të tua dhe mi reshton ato që kam kërkuar unë prej disa ditësh. Pra prej disa ditësh unë i kam kërkuar këto dhe inteligjenca kompjuterike e ka mbajtur mend këtë, ka regjistruar çdo shkrimin tim. Pra kemi të bëjmë me koinon Rizon, që në gjuhën serbo-kroate malazeze është Rizan. Dhe kjo është numri shumës i fjalës rënja në helenisht. Edhe fjala rënja ose
ranza në Shqip është me origjinë iliro-helene, ju betohem. Dhe në gjuhën aolike kjo ishte briza ose vriza, në gjuhën jonike ishte rize, me aspirim me. Në gjuhën jonike të Homerit kjo ishte rize. Pra, riza është dialekti dorik. Grekët e marrin këtë fjalë të ilirëve dhe e kthejnë në dialektin atikës, por në fakt lakimi i këtij emri është i dialektit dorik, është e sigurt. Tani, në gjuhën jonike, po të jetoni sot e kësaj dite, kjo do të ishte rizi, ndërsa për faktin kjo është me a në fund, riza, kjo është dialekti dorik. Pra gjuha greke sotme ka përthithur të gjitha dialektet e lashta iliro-helene dhe ka krijuar një gjuhë enciklopedike që është greqishtja e sotme. Ta shënojmë. Pra kjo është numri shumës, Rizon, fjala riza, rënja, është emri i qytetit Rizon. Dhe këtë nuk e kanë ditur grekët, ju betohem për atë Zot që është në qiell. Këtu janë diskutuar këta emra nga të gjitha autorët e lashtë helen dhe nuk e dinin se përse ilirët e përdornin këtë emër. Ilirët quhen barbar nga grekët. Grekët nuk e dinin që ilirët krijonin numrin shumës të qyteteve. A nuk është kjo madhështore? Dhe është përkthimi në Shqip i të gjitha diskutimeve të helenëve të lashtë. Pra, Rizon është një qytet i Dalmacisë i vendosur pra një gjiri që mbante emrin Rizonicus Sinus. Sinus i thon gjinit dhe fjala gjini vjen nga sinus, nga latinishtja në Shqip. Në gjuhën helene kjo ka qenë kolpos. Teuta, mbretëresha ilire, u strehua në këtë qendrën e saj të fundit të fortifikuar dhe arriti paqen sipas kushteve të pushtuesit. Pastaj shkrimtari Skylax përmend një lumë me emrin Rizus. Do të thotë pastaj shkrimtari Skylax Po ashtu shkrimtari Skylax përmend një lumë me emrin Rizus, që siç e thash dhe më sipër ka kuptimin rrënjëzim ose degëzim i ujit. Vet delta quhet Rizon, pra degëzimi i projit, i lumit. Ky nuk mund të jetë gjë tjetër veç se gjiri i Kotorit, i famshëm për pamjet e tij madhështore, edhe ky vend jep këtij gjiri me 6 gryk dalje pamjen e një liçeni të brendshëm dhe këtu diskutojnë Skylax dhe Polybus, që ata thonë që Rizoni ishte me një distancë të madhe nga deti. Përse? Sepse këto janë shkrime më të hershme, ka ndodhur prurje të lumenjve dhe delta është shkrirë, është bërë si një liçen i brendshëm. Niveli i ujit është ngritur dhe ka mbuluar deltën. Pra delta quhet Rizon, do të thonë degëzim i rrënjëve të ujit. Në Rizano e vendosur në një terren të pjerët në fund të këtij gjiri të bukur që shtrihet në veri nga perasti, gjenden mbetit e kolonisë romake, Sinus Rizonicus, në gjuhën romake ose gjiri i Rizonit. Aty janë gjetur një shtrat mozaik dhe monedha. Pranë Rizanos ndodhet një shpellë. Pikërisht grekët i quajnë ilirët shpellar, e pat vet. Dhe këtu ndodhet një shpellë e madhe nga e cila në dimër rrjedh një përrua rënj, përrua Rizon, o sa bukur. O Zot, sa bukur. Dhe ky derdhet në gji. Por nuk dihet nëse kjo është shpella dalmate përmendur nga Plini. Thuhet se këtu Kadmusi u tërhoq bashkë me Enkelejt. Pra këtu emigroi Kadmusi. Enkelus në gjuhën helene do të thotë ngjala ose gjarë për i ujit. Pra është një përrua që shfaqet vetëm në dimër, një përrua fantazmë. Prandaj quhet Rizon, degëzimi i përrojit quhet Rizon, të dashur shqiptar. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore, madje përtej imagjinatës helene. Helenët nuk e kuptojnë pse quhet degëzim, rizonim, rrënjëzim, pema e përmbysur, mbajini mend. Tani, autorët më të shquar Gustav Meyer, Holger Pedersen dhe Norbert Jokli nuk e kanë kuptuar dhe ato e nxjerrin nga fjala shqipe me rrjedh, fjalën Rizon, ju betohem.
Por kjo është një fjalë helene, nuk e dinin pra as gjigantët më të mëdhenj të gjuhësisë, që nuk vjen nga fjala rjedh e shqipes, por vjen nga fjala rënj e shqipes, ranza, dhe shqipja e ka këtë ranza, rizon. Mi po ne kujtonim se kjo ishte fjalë për këdhelse. Jo, kjo të dashur shqiptar është një fjalë e nazalizuar në Shqip dhe ky zbulim u bë tani para syve tuaj. Ky përshkrim është edhe sot e kësaj dite në enciklopedinë britanike, po ashtu dhe në Wikipedia, askush nuk e ka kuptuar që ky është emër helen. Askush nuk e dinte të dashur shqiptar që ilirët flisin helenisht, dhe askush nuk e dinte që ky ishte një përrua fantazëm që shfaqej vetëm në dimër me rënjët e tij, të degëzimit të tij, o Zoti i Madh. Dhe quhet rënja sepse del nga shpella, del nga toka, nga rënjët, është si një pemë që lulëzon e përmbysur të dashur shqiptar. Pra vetëm një person si unë, një shkrimtar, mund ta bënte këtë zbulim. Nuk e bënte dot Jokli, nuk ishte shkrimtar. Nuk e bënte dot Majri, nuk ishte shkrimtar. Nuk e bënte dot Pederseni, nuk ishte shkrimtar. Kemi të bëjmë me shkrimtarin më të shquar të gjuhës shqipe, ai që ka kuptuar metaforat e ilirëve 2800 vjet para erës son. Të dashur shqiptar, tani do të pijmë kafe me kos, sepse është një zbulim që mund ta bënte vetëm një shkrimtar. Një shkrimtar i veçantë, me një fantazi shumë të zhvilluar, që kur ishte djalë i vogël ka bërë tregimin për pemën e përmbysur, me rënjët që degëzohen. E pra këtë kanë thënë ilirët për këtë përrua fantazëm, që degëzohej, që rënjëzohej, që vinte nga nën toka, nga një shpellë në dimër, nga prurjet e dimrit, nga shirat e papritura të dimrit. Çmenduri, pranojeni. Ky është filmi më fantastik që kanë bërë ndonjëherë deri më sot. Këtë film mund ta bënte vetëm një poet, një shkrimtar. Dhe tregimet e mia do t'i gjeni tek postimet në YouTube, në anën e djathtë të faqes. Mund të bëj tregime të tjera, po ky tregim duhet rishkruar edhe një herë, pema e përmbysur, me degët rënjë, që rënjëzohen në vend që degëzohen. Dhe titulli i tregimit do të jetë Rizon, qyteti i ilirëve. A nuk jeni krenar? Kjo që kam bërë unë është e papërsëritshme. Ndodh vetëm një herë. Në fakt 2 herë ka ndodhur në historinë e Shqipërisë. Ju falenderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor. Tani do pim kos. Kam pirë kafe me kos. Mos e bëni një gjë të tillë më sepse do ju përzihet në stomak. Mirupafshim. Jam jashtëzakonshëm, i papërsëritshëm.